Zoti Gjekmarkaj. Po, faleminderit zoti kryetar, unë habitem se si kolegët e mazhorancës vinë me kaq gëzim për të votuar dhe nuk trishtohen asnjë çast që nuk flasin për një muaj në Parlamentin e Shqipërisë. Nëse kjo është çështje e tyre, por duhet të theksoj që kjo sallë është sallë e politikës, është sallë e debatit, ju e keni kthyer këtë në sallë të përzërbaleve, në sallë të procedurës. Thelbi i politikës është fjala, është debati, duhet ishte fjala e qeverisë, programi i qeverisë, mungoi, keni ende kohë ta korrigjoni një gabim bërë me dashje, në fakt është faji, nuk është gabim, ta ktheni debatin në këtë sallë. Për sa i përket pozicionit tuaj si kryetar, ju mjafton rregullorja, por për sa kohë do bëni edukatorin e opozitës, ju duhet një fjalor i gjuhës shqipe dhe duhet ju them që semantika dhe semiotika në tru funksionojnë edhe nga efekti sy edhe nga efekti vesh. Ju më thoni që Gjekmarkaj është i thinjur, po, është i thinjur. Këtu ka dhe kolegë tjerë, pra është efekti sy. Në qoftë se kolegu thotë gjatosh e percepton nga syri, kështu që s'ka asgjë për ta çortuar. Faleminderit.